Para disa kohësh deputetja Duda Balje kishte deklaruar se do ta votonte formimin e qeverisë së re me kushtin që të themelojë një komunë me shumicë bosnjake në Kosovë. Për këtë deklaratë është shpyetur edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili u shpreh pozitiv ndaj idesë së Baljes. Çka na rrezikon neve me qytetarët e Kosovës të komunitetit bosnjak? Çka humbim? Asgjë, u shpreh Haradinaj gjatë një interviste për një medium vendor. Kjo deklaratë e Haradinajt nuk është pritur as pak mirë. Kryetaria e Këshillit Kombëtar të Sanxhakut, Amina Nurej, është shprehur se kishte dëshirë të takojë me Haradinajin, por fatkeqësisht ai është takuar me Milan Radojqićin. Unë që në fillim e kam dashur dhe respektuar shumë zotin Haradinaj si një njeri, vëllezërit e të cilit dhanë jetën për lirinë e Republikës së Kosovës, por edhe sepse ai vetë luftoi për të njëjtën liri. Dëshira ime e fëmijërisë ka qenë të takohem me zotin Haradinaj, nga historia që kam lexuar. Ai ishte një hero i gjallë për mua. Të gjithë rreth tij, madje dhe ai e dinin se sa do të kisha dashur ta takoja personalisht, por fatkeqësisht nuk kishte dëshirë të takohej me Amina Nurajn, e cila është problem në Serbi. Fatkeqësisht ai po takohej me Milan Radojqićin, i cili është një hero në Serbi sepse ai personalisht ka përfituar diçka prej tij. Unë që në fillim nuk kam kërkuar asgjë për veten time, por që të ndihmohen shqiptarët e Sanxhakut, dhe unë them, Zoti na ruajt nëse ndodh luftë në Kosovë. Unë do të jem e para që do të vesh uniformën ushtarake dhe do t'i mbroj vëllezërit dhe motrat, gjakun tim, dhe nuk do të kërkoj kurrë as pasuri, as shtëpi, as punë, sepse kështu bëjnë patriotët e vërtet që jetojnë me dashuri të pastër për adeun e tyre. Pasi dëgjova deklaratat e tij për vite me radhë, respekti im filloi të bjerë, sepse kuptova se fatkeqësisht ai nuk është patrioti që pretendon të jetë, por përkundrazi, një profiter i luftës, i cili mendon se nëse e ka mbrojtur Kosovën, Kosova është pronë e tij dhe mund të bëjë çfarë të dojë me të, ka theksuar ajo në një reagim të gjatë. Po ashtu veprimtarja e çështjes kombëtare ka theksuar se ka zhvilluar takime me përfaqësues të komunitetit bosnjak në Kosovë, duke zbuluar detaje nga bisedat që ka pasur me ta. Ajo ka hedhur akuza ndaj deputetes Duda Balje në lidhje me qëndrimet dhe veprimet e saj politike. Kam pasur takime në Kosovë me bosnjakët e Kosovës, bosnjak të vërtet, jo si Duda Balje, që abuzon me kombin bosnjak për nevojat e veta dhe të Serbisë. Kush më tha nuk është një bosnjak, por qindra prej tyre. Duda nuk është bosnjake dhe ne nuk po kërkojmë komuna në Kosovë, se ne kemi më shumë të drejta se ju shqiptarët këtu. Siç e dim tashmë, Duda Balja po lufton për të drejtat e serbëve në Kosovë, jo për të drejtat e bosnjakëve, sepse po punon sipas direktivës së Beogradit për ndarjen e Kosovës. Pra, atë që Milan Radojqić nuk mundi ta bënte me 24 shtator me armë dhe dhunë në territorin e Republikës së Kosovës, motra e tij e gjakut, Duda Balje, tani po e bën me Kimikin, ka potencuar ajo. Në fund, Nuraj ka komentuar edhe deklaratën e Ramush Haradinaj, duke cilësuar atë si një turp të madh, dhe tani një hero i gjallë, një komandant, një njeri që humbi vëllezërit e tij për lirinë e së njëjtës Kosovë, dëshiron t'i jap një femnë serbe si Duda Balje, një pjesë të Kosovës tonë. Mendoj se është një turp i madh. Kosova është shtet, nuk ka komuna as serbe, as bosnjake, as rome. Kushdo që dëshiron të më coptoj Kosovën, le ta di se më kanë armik të hapur, sepse dajallarët e mi nuk kanë qenë kot në burgun e Serbisë. Vëllezërit dhe motrat e mia nuk kanë dhënë gjakun e tyre për lirinë e Kosovës për asgjë, që sot një Duda Balje, shpion e Serbisë, të kërkoj komunat, veç që t'i jap një direktiv nga Beogradi, ka përfunduar analizën e saj Nuraj.